krizën e 2014, ku edhe zonja Jahjoga ka qenë e përfshime, madje nëpërmjet disa iniciativa ka tentu me ndihmu skenën politike asaj kohe për me dal nga ngërçen në të cilën u pat fut, duke shkaktu krizë institucionale. Stata thjesht është analoge. Por në të kaluamën ka pas ma pak tensione mes institucionit presidencës, veçanërisht në rastin konkret, në krahasim me këtë që është tani. Zonja Osmani thjesht se s'ka relacione relaksuese me asnjërin nga këto partitë të cilat janë në parlament, dhe nuk e di ku janë instrumentat e saj për ta zgjidhur këtë krizë. Mendoj që shpjegoj edhe zoti Kryeziu, çfarë mund të bëjë presidentja? Dëgja, unë e përshëndes iniciativën, duhet takohen, duhet ta mbaj atë trojezën e partive politike nëse arrin me pas krejt takimin e saj, po çelësat janë të zoti Albin Kurti. Çelësat të zgjidhjes problemit janë të zotat të tjerë që janë krejt periferik. Dhe këta duhet ta kuptojnë ata, barsi i procesit këtu është zoti Kurti. Ka njeriu 48 mandate. Por s'po i ka numrat, pavarësisht që ka 48. Dhe ka të drejtën kushtetuese për ta propozuar kryetarin e kuvendit. Dhe gjithë procesi aty ka ngjic, domthonë te emri i përvetshëm në bazë deklarimeve që thojnë partitë politike. Po mendoj që prapa këtij gërçi real është të mos pasja numrave për formimin e qeverisë. Dhe nuk e di çish mundet me kontribuar dhe presidentja me asiguru ata numra, sepse në bazë këtyre polarizimeve skajshme që janë, po altë janë të pozicionuar me diametralisht 9 kundërta. Zeçaj. Përfshirjen e zonës Osmani mund ta zgjidhë këtë situatë apo jo? Jo. Jo. Pse jo? Pozicioni i zonës Osmani në këtë rast është më shumë protokolar. Na përshojmë që tash 3 muaj do të thotë që nuk ka vullnet politik për t'i dhënë të formimit të institucioneve të vendit, dhe me të vetmin qëllim për shkak se partitë qoftë opozit, po luajnë me fatin e shtetit Kosovës dhe të popullit Kosovës për interesa personale. Kalkulimet e tyre i kanë tulta. Kur e them tulta, nuk e shohin interesin e shtetit të parin, po e shohin interesin personal. E kam potencu disa herë, nëse ka vullnet politik, fituesi i këtyre zgjedhjeve, zoti Kurti, ka mundësi për të kriju institucionet e vendit, qoftë zgjedhjen e kryetarit kuvendit, qoftë qeverinë. Kjo mungon të zoti Kurti, po fatkeqësisht mungon edhe të opozita për shkak se kem edhe një opozitë përçame.